kamioni shmush me gjak. Domthon nuk musha askond mi shkoq për gjak. Jetën bi shahadet, e thëmë emër Zot, futën i granat shto. Një ushtar dëshiron ta vret, mirë po dy vajzat ta dëgjojnë për mi, ka qenë shumë i zgjuar. Domthon sot po të ishte gjallë, mendoj se do të ishte një intelektual shumë i shuar. Dhe i mungon shumë Kosovës. Mund nga bashkëtarët që kanë tregu, që kanë gjujt me snajperka prej fshatit. Ata ku janë konë domthon që kanë pas paramilitarët të sushtarak që kanë pas pozicionet, dhe në drejtim të malit ka qenë edhe Mufajda Jeti, një kushërie, me dy vajzat e veta të ka ardhur në fshat. Tu kam menduar që me ardhur në fshat to kishim na 20 të vetë, 30, 2-3 femna për më gjinë në mbrëmje, më na i bo pak bok ose diçka. Domethënë na mendosh me një farë mënyre me rujt prodhën, domethënë pak. Domethënë aty ku kështë të treguar tek kerri, mos i dalin, fillojnë breshri, gjojtën dhe migjen tem, e plagos sillën kam, siç ka treguar Mufajda Jeti, pastaj edhe në kokë. Duke shku të veturës, ata e gjojnë edhe në kokë, e vlasin edhe domethënë vritet që atë. Hefza Jeti plagoset në kam, dhe ikë në drejtim të malit një kodrës, dhe përpjet i bas fjallëve të Mufajda Jeti që edhe i plagoset në kam, ndërsa dy vajzat e tij, një ushtar dëshiron ta vret, mirë po dy vajzat i dëgjojnë për mi, dhe një ushtar tjetër që kanë tregu, domethënë që kanë bërë rrëfime në vajzat, e kanë pështu, domethënë ka thonë ushtari, lëqej se do mi tranu vajza, çka po bën. Dhe ai tani shkon mas Fevziut, do më del një kodër të malit, e ndjek Fevzin dhe atje e vret. Aty pas një kohë vjen kamioni dhe mu detyroj me kamion. Aty ku është trupi Ahmetit, a? Po, aty ka qenë migja domthon, trupi Ahmet Ali's. Mufaidi shkon në çast kamionit i shtri i plagosur, dy vajzat e Stina, kamion, ato çajshën, edhe unë. Ato gjallë? Po gjallë, ato janë nëndë gjallë. Mua më hypin kamion dhe në çast kamionit mrena, shkën ushtari me automat edhe më purdhën me shku në çast atje. Domthon hyp në kamion edhe nisën për drejtim të Bodrikës. Këtu të kryqi i fshatit tonë, aty ku kem të dëshmorët, të martirët, aty lakon kamion dhe qohet një ballan i natës, edhe në atë moment unë thënë vërtetën bi shahadet, e thëmë emër Zot, futën i granat shto. Sepse mendojsha që ma jetë nuk ka këtu. Kamioni shmush me gjak. Domthon nuk musha askond mi shkoq për gjak. Dy vajza çajshën, ai domthon prej dhimbte piskatke basi Mufajda Jeti. Migjen domthon vetëm bas tesha ku mujt me di që është migjem, sepse ai tërësisht ka qenë i masakruar. Tërësisht. Edhe na çojnë në drejtim në fshatin Bodrik, e zbritin aty. Ka qenë një kryq si ndihmë do ka aty diçka. E kanë shkarkuar aty Mufajda Jetin, dhe mënyrë se kanë shkarkuar, veç e kanë hjek picarat dhe kanë përplas në asfalt. Domthon ka pas piskame dhimbë të mëdha aty. Ndërsa neve në Bodrik. Apo? Po Bodrik këtu. Ndërsa migjen tem, mua edhe dy vajzat na çojnë në drejtim të Parteshit. Në drejtim të kuj? Parteshit. Atje në Partesh, ku ishin të stacionuar, po këtë kanë pas atë komandën anë. Me njëtin kamion, a? Me qatë kamion, po qatë kamion. Aty nalët para një farë magazine aty nalët kamioni, nënën tjetër ka qenë kisha, aty nalët kamioni edhe e morën një farë fletore, ja morën det njoftimin, domthon e kishin pas njoftimin e migjës. Edhe më vetë mu, çka ki migj, edhe ata e gjojnë në regjistër aty që thonë, aty sërbisht thonë ovaj, domthon kjo bjek kë. Domthon që kishin pas faktikisht regjistru. Domthon që ka qenë i kërkuar me emër. Mua më zbresin, ku aty i kaloj 48 orë në Partesh, ndërsa
migjen me 2 vajzat i kthejnë mbrapa. Sipas bashkëtarëve, 2 vajzat kanë shkuar në drejtim të Shodllashtit, ndërsa sipas bashkëtarëve trupin e metalijës e kanë dhënë para xhamisë. Domthonë Pra xhamisë në fshat këtu. Po. Llado. Ka qenë një xhami e vjetër më herët, tash është e reja. Edhe Aty kanë ejtë tërë natën, nesër nuk e kanë gjetur. Jo, nuk di kush se ka pa. Vetëm flitet që mes 500 prë, domthonë mas 3-4 masi u bë një rivarrim, domthonë atë se ka qenë Evzeja jetë, organimjet e jetit të vramë, domthonë motra vëlla. Ata kanë bërë rivarrimin dhe flitet që aty është varros domthonë edhe migjem dhe një lop. Një kofum domthonë në bazë vjetëve përshkruajnë që 40 vjet u bë edhe në atë vend ku u supozohet që domthonë varrimi i tij, kena gjetë vetëm lopën. Me bagër mas lutës e kena kërkuar, ndërsa migjen nuk kena mujt me gjetën. atë varrim po thuhet që e kanë bërë forcat serbe, a? Po, u gjetë një dokument, si tregoj ai kushterinë më parë, u gjetë një dokument, ata kanë gjetë të vëmeni ka qenë në Arabiu, dikush po thotë se fjalët po bën në përfshat, nuk janë fjalë bash të sigurta, mirë po flitet që çaj dokument u gjendë ku kanë marrë pjesë rivarrim disa serb, me emën me bjemën, e kanë gjetë në shtëpitë Brehim Ajetit. Edhe ai dokument tani ju ka marrë qëtina i Majetit, domthonë që vizitu merret, ju ka marrë këfori. Edhe më dokument nuk e gjin kur, domthonë. Aty shkruan domthonë koha varrimit, sa vet kanë marrë pjesëmarrës, sa vet kanë qenë